Mirë mëngjes për sëri, nga mua dhe nga Kati tashmë. Mirë mëngjesi, Mirë mëngjes, faleminderit e dashur, e mbarë qofte edhe për ty. Faleminderit. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur, por dhe një javë të mbarë më tani, duke ju kaluar sa më bukur ditën dhe ju ftoj këtu te këndi jonë një gatimit për të parë recetat që neve të përcjellim për juve sot. Dhe do ta fillojmë javën sot me japrak me gjethe rushi. Gjethet e rushit i kemi vendosur andej sepse duhet që ti kalojmë, domethënë një moment si ti përvallojmë. Faktikisht sigurisht që bëhet me oriz, tradicionale, domethënë i bëjmë me oriz. Por unë kam menduar sot ti sjell në mënyrën domethënë tradicionale është edhe kjo që bëhet me miell misri. Dhe me miell misri do t'i përgatis unë këtu në studio sot, por jo që nuk bën edhe me oriz. Me oriz, më falni, kemi bërë dhe herë tjetër neve këtu në studio, sigurisht që keni parë, do me thënë, edhe nga nënat tuaja dhe gjyshet tuaja, unë do ju sill këtë që është më tradicionale dhe diçka si më e vjetër dhe që nuk përdoret gjërësisht, por është shumë e shishme dhe e shëndetshme mënyra se si do ta përgatis. Gjithashtu përveç se kësaj recete, këtij gatimi, do të bëjmë një syltjaç të shëndetshëm, e them unë, sepse ky syltjaç i shëndetshëm nuk do të hedhim sheqer brenda, por do të përdorim hurma arabie, që e dini shumë mirë që këto sa vlera ushqimore përmbajnë. Do të kemi qumësht, hurma arabie, edhe kanellë, domethënë për spërkatje. Sipas dëshirës mundet të shtoni edhe pak mjalt, nga një lugë të çajit nëse doni, por është e mjaftueshme ëmbëlsira që nxjerrin hurmat arabie, që thash më përpara që janë dhe shumë të shëndetshme. Gjithashtu, do të përgatisim një humus, që do ta bëjmë me këto qiqra, të cilat shikoni se sa të mira që janë. Nga kjo mas që i kemi këtu, i kemi në këtë mas, sepse unë i kam lënë një natë më përpara në ujë me një majës krip, dhe sot i kam zjerë dhe si që shikoni që janë gati tani shtypen, janë zbutur dhe janë shumë të mira për të përgatitur të humusin, që do të shtojmë akoma brenda edhe pak spinaq, do të shtojmë edhe tahini brenda, pra do të asillim pak si më ndryshe, do me thënë këtë jo thjesht një tahin të thjesht vetëm me këto qiqrat edhe me tahinin. Dhe do të shoqërojmë pastaj me një sallat që do të kemi me spinaq, me mollë, me karot dhe me këto tortillat. Sa shumë punë pas kemi sot, po do i bëjmë në të gjitha këto? Po nuk ka asnjë gjë, sepse janë të gjitha që do t'i vendosim. Ja, do vendosim orizin në një endë dhe do të bëhet gati. Për syltjashin, po. Nuk kanë punë këto, prandaj, se janë shumë të thjeshta. Neve fillojmë fillimisht duke përgatitur këtë, do me thënë do të hedhim ja. Fillojmë me njërë nga puna, në rregull. Sepse i kam bërë gati unë këto, po fillojmë me japrakët? Japrakët, po. Për japrakët në duhan? Do të hedhim vaj. Këtu kam qepët e njoma, unë do t'i bëj thjesht me qep të njoma. Këtu kam kopër majdanoz dhe kam shtuar dhe pak spinaq. Që mund të shtojnë të grira imët të gjitha. Qep të njoma të grira imët dhe erza të freskëta, kopër majdanoz dhe disa fletëza spinaci. Shiko sa të mira janë këto. Shumë të mira janë, sepse janë të sezonit. Janë të sezonit tani, ndryshojnë qepët e njoma tani në sezon. Kështu që sa të më zbuten pakës fare këto mua, këtu kam edhe në energjik. Dhe edhe në energjiku është një nga erzat që i shkon mjaft pjesës miellit të misrit. Pra në këto japrak, sigurisht dhe në atë që bëhet me oriz, por edhe këto që bëhen me miell misri, bëhen shumë të mira. Dhe mund t'i hidhni kështu në gjetza të mëdhaja. Pa e caktuar. Atja hedhim direkt se nuk ka problem. Po hidhja, aty do shtohet dhe pjesa tjetër. Ja, këto janë, do me thënë, kjo i jep një aromë dhe një shije shumë të mirë. Edhe që është e vërteta, Nila prandaj s'po më bënë, se s'është ndezur. S'ka gjë. Dhe Kati ma la mua porosi, unë mendova se duhet të ndizja vetëm të nxerën me ujnë e nxerë. A kemi ujnë e nxerë, po mirë s'ka gjë se do kalëm nga ana tjetër neve tani sa të zbuten këto. Sa të zbuten atë po ju kujtoj pak edhe unë se me çfarë po gatuajmë ne sot, gjithë shkaj që kemi në Tryez, ju mund t'a gjeni duke bërë një vizit në pikën më të afërt të dyqaneve në Ranzi. Them në pikën më të afërt sepse jam e sigurt që një tabelë të tillë të dyqaneve organike në Ranzi me siguri e keni në lagjen pranë shtëpisë suaj. Ju sugjeroj të jetë vendi i preferuar për të bërë pazar dhe pse jo, nëse keni dëshirë të gatuani njësoj si ne këto receta sot, mund të zgjidhni të njëjtat produkte
që të keni të njëjtin rezultat, të shijshëm dhe mbi të gjitha shumë të shëndetshëm, sepse Neranci sigurohet gjithmonë që përveç se t'ju ofroj markat më të mira ekskluzivisht vetëm në dyqanet e tij, t'ju siguroj një cilësi maksimale të tyre dhe pa diskutim, të kujdeseni për shëndetin, çka është temase e rëndësishme dhe nëpërmjet ushqimit ne marrim pjesën më të madhe të vlerave ushqyese gjatë vakteve tona ditore. Ndaj, sot jemi pak tradicional dhe pak modern në recetat tona. Japrakët janë një recet tradicionale, sultjashi gjithashtu është një ndër ato ëmbëlsirat e shijshme që zonjat besoj e përgatisin her pas here në shtëpi, po do të jemi edhe pak më kreativ me ato pite tortilla që do t'i sjellim të mbushura me mollë, spinaq, do të bërim dhe humus gjithashtu, kështu që në një moment kur kati të ketë kohë, do më thuash vetë që unë të lexoj recetat, pra kur t'jesh duke u marrë me në një pjesë të procesit të punës. Atëre, të dashura mbisa, si që shikoni këto gjethet e rushit, i kam ndruar 2-3 herë ujë dhe i kam lënë këtu që të pastrohen. Dhe tani i bëjmë kështu, do me thënë, 10 asë ndoshta dhe më pak, dhe thjesht duan në ujë të valuar, si që i marim një përvëlim. Në këtë mënyrë, nuk ka nevojë më tepër. Nuk duhen lënë gjatë? Jo. Unë nuk i lë gjatë, i dua do me thënë ndryshojnë ngjyrën. Po, sa të zbuta. Edhe do marrim dhe një tjetër neve. Tani ndërkohë ande kemi vendosur qepët e njoma dhe erëzat që të na bëhen gati. Aty brenda pasi do të bëhet një kavërdisje, një zbutje lehtë e tyre, për të nxjerrë edhe të marrë edhe shije, do të shtojmë dhe mielin e misrit. Mielin e misrit, krip piper dhe vajin që kemi shtuar më përpara dhe asnjë gjë tjetër. Këto janë përbërësit që duhen tek mielli i misrit. Pastaj e kemi gati për t'i mbushur dhe për t'i bërë ashtu role si që bëhen japrakët. Dhe pastaj besoj vazhdimi është po një sojë në një tenxhere të asnjë një gjë në tenxhere të mbuluar me një kapak, edhe do t'i lëmë që të zinë duke shtuar edhe pak ujë brenda. Vazhdojmë, mos atë mira i pas ke gjetur këto gjethet, të mëdha. Të mëdha, ja, po janë të njoma faktikisht. Janë të mëdha, por janë të njoma. Edhe prandaj nuk dua që ti lë gjatë. Tani, në këto 2 minuta shkohë që kemi, a shohim pak recetat se ndoshta ju duhen dhe të mos na prisni deri në pjesën e dytë pa i parë fare. Japrak me gjethe rushi e miell misri është receta e parë. Ne duhen gjethe rushi, 2 filxhan miell misri, 2 tufa qep të njoma, 2 tufa kopër, majdanoz, nenexhik, 1 filxhan vaj, kripe dhe piper. Receta tjetër që do të sjellim sot është humus me qiqëra, spinaq dhe tahini. Na duhen 2 filxhan qiqëra, 1 tufë spinaq, gjysmë limoni, 2 lugë tahini, vaj ulliri, krip, piper, ndërsa për ta servirur na duhen tortilla, spinaq, mollë dhe karota. Kjo ishte receta tjetër, syltjashi shëndetshëm me hurma arabie, na duhet 1 filxhan oriz, 1 litër qumësht, 10 hurma arabie, kanel dhe mjalp sipas dëshirës. Nga një shije tek tjetra na ka çuar kati sot dhe jam e sigurt që shumë prej jush ju ka marrë malli si për japrakët ashtu edhe për syltjashin, se duken si ato gatimet që hëse aty janë, i kemi provuar kush e disa herë, por që rrallë na shkon mendja ti përgatisim në shtëpi. Kështu që pse jo edhe ju sot mos e nisni javën me ne, sultjashi bëhet shumë kollaj, do pak përbërës, si që pat edhe në recet, sot do të vi me... Ne do të vendosim përpara, do me thënë 1 filxhan ujë dhe 1 filxhan oriz, do t'i vendosim që ta shklejmë dhe do dalim që të zjej. Ndërkohë të dashura mbisa, si që shikoni, këtu kam shtuar edhe mielin, tani do t'a rregulloj me kripe dhe me piper, dhe do t'a kem gati mbushjen për të filluar për të bërë këto rolet japrakë, do me thënë që ti mbështjeli. Ajo është puna më e madhe, tani këto nuk janë shumë të... nuk duan shumë kohë për të bërë gati, qepët e njoma thjesht thash një kavërdisje të lehtë, të zbuten, të marra të lugën e vogël që të Tani, Kati, ne do të bëjmë mbledhjen e japrakëve kur të kthehemi, si mendon? Do fillojmë dhe do lëmë që të na shikojnë avizat, sepse tani këtu kjo mbushja është gati, s'ka asnjë gjë tjetër, thjesht neve do fillojmë që ti bëjmë gati një pjesë dhe kur të kthehemi do lëmë pak që të tregojmë edhe mënyrën se si bëhet ajo mbështjellja dhe do jetë momenti që do të hedhim ujin edhe pak vaj ulliri sipër duke vendosur te pjatën dhe do t'i lëmë për të zier. Shumë mirë. Pra kaq do të bëjmë. Ndërkohë do të vendosim dhe për të zier, siç i the, 1 filxhan oriz dhe 1 filxhan ujë. Filloj që të bëhet edhe syltjaçi.
atëherë, gjithçka që do të bëjmë gjatë kohës së ndërprerjes, po ndoshta kemi kryer edhe në këtë fillim të pjesës së parë, do ta rikujtojmë kur të kthehemi në pjesën e dytë, sepse tani është momenti që ne të bëjmë pakës pushim, të shkëputemi nga ju duke ju lënë gjithashtu ndër të tjera edhe në fleshin informativ të orës 9:30 dhe të dyja së bashku pas pak në kuzhinë. Erdhëm ne përsëri me një herë rikthyer në pjesën e dytë të këndit të gatimit këtu në kuzhinën tonë plot shije, plot aromë, ku këtë të hënë Katerina ka menduar të sjellë receta për të mbajtur shënim, për të gatuar edhe nga ju në shtëpi, sigurisht për të shijuar së bashku me njerëzit tuaj të dashur. Edhe kemi nisur këtë të hënë me japrakët që shijojnë kaq shumë sepse janë në stilin e tyre, si gjetet e rrushit ashtu edhe erëzat e freskëta, të aromatizuara, qepët e njoma gjithashtu, ku Kati këtë herë ka menduar ta sjellë pakës ndryshe, pra me miell misri jo me oriz. Po, atëherë të dashur Anvisa, siç e pat në fillim fare, kemi pasur qep të njoma, kemi pasur kopër majdanos, kam hedhur një dorë spinaq, meqense mundot, po sigurisht që nëse do t'i hidhni, bëhen akoma edhe më të shijshme edhe më të mira. Gjithashtu edhe në energjik mëndërs, dhiozëm, që quhet është e njëjta erz, por ka emërtime të ndryshme në tereva të ndryshme. Shumë e thjeshtë për përgatitur, një kavërdisje të lehtë në vaj me kripe dhe piper, më mbrapa shtuam mielin, filluam domethënë e zbutëm edhe mielin tek erzat dhe shtuam pak ujë tek mieli, sa të vi domethënë në këtë gjendje që është kështu. Neve e kemi shpejtuar procesin sepse duhet të tregojmë edhe të përfunduara. Shumë e thjeshtë për të bërë, duhet që të dimë që pjesën e këtyre, domethënë e gjetheve të rushit, pasi i marrim dhe i bëjmë tufza 10-10 dhe i kalojmë në ujë të nxehtë, domethënë kështu dhe i nxjerrim direkt. Nuk ka nevojë që t'i lëmë brenda dhe i kemi gati pastaj për t'i mbushur. Dhe për t'i mbushur duhet që t'i kthejmë nga ana e brendshme. Shkëlqimi duhet të jetë nga ana e jashtme dhe kjo pjesa e pushit duhet të jetë e ashpra, duhet të jetë nga ana e brendshme. Tani, siç e shikoni këtu, unë e kam vendosur pjesën e miellit të misrit, e mendoj që Anvisa din, shumica din, domethënë që të bëjnë, nuk është një gjë e thjeshtë. Nuk është. I radhisim në një tigan? Në një tigan ose në një tenxhere me fund të gjerë është më mirë. Kjo është më e madhe, do t'ja hedhim të gjithë këtë që na ka mbetur. Janë shumë të thjeshta për t'u përgatitur, por ju garantoj që janë shumë të shijshme kur do t'i konsumoni. Madje bëhen më të shijshme se sa me oriz. E njëjta procedurë është edhe me oriz. Unë kështu i bëj, domethënë nuk hedh gjëra të tjera brenda, thjesht me këto erzat, edhe me oriz, edhe me miell misri, si procedurë është e njëjta gjë. Në vend të miellit të misrit do të vendosni orizin dhe kështu që do t'jetë e njëjta durim të keni pastaj që t'i mblidhni në këtë mënyrë. Po. Pastaj merrni një karige, uluni në tavolinë, na shikoni ne dhe avash gjetja në gjethe. Edhe njëra edhe tjetra mund i shoqëroni me kos, domethënë janë shoqërues të mirë domethënë të kosit, por edhe kështu sigurisht që janë. Atëherë do t'i vendosim në sopë përsëri. Unë me që ka ngelu këto gjethet nuk po i ashtu do t'ja vendos kështu. Si një lloj kapaku. Të marrë pastroj duart, jo të pastroj pak duart. Ndërkohë në krahun tjetër kemi vendosur, është bërë më duket. Gati. Një filxhan oriz dhe një filxhan ujë për t'u zier, sepse receta e radhës që do të gatuajmë është sultjash, i cili do të vi ndryshe, do të vi me hurmat e arabis, të cilat do të zëvendësojnë edhe sheqerin, pra do të kemi një sultjash më të shëndetshëm, po i quajmë kështu. Ndërkohë kemi shtuar kripën, piper, edhe vaj ulliri, domethënë i hedhur në momentin e fundit, edhe tani që mos të heqë atë pjesën, do të hedhë ujë në masë, sepse në çështje e vërteta, mielli i misrit e do pak ujin. Okej. Madje në disa receta përgatisim një, si thuash, si qull të holl, kremos, dhe ja hedhim sipër, dhe që ngelet si salcë. Edhe ajo bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Mendojni vetë në shtëpi tuaj si të doni mu ta bëni, por edhe kështu, domethënë, është shumë e mirë. Tani duhet të vendosim kapakun, e vendosim këtu tani që të
na zi. Rikthejmë në sot. Unë heq të gjitha këto anila, shpejt e shpejt. Dhe ne do të bëhemi gati për recetën tjetër. Dhe është momenti të rikthejmë në ekran recetat. Njëra pas tjetrës i lexojmë së bashku, duke ju kujtuar se sot po gatuaj me produktet Neranzi, ndaj nëse doni të dini se ku i gjeni këto përbërës, meqense jemi te japrakët, po ju kujtoj se edhe gjethet e rrushit mund t'i gjeni tek Neranzi, nëse doni t'i përgatisni me ato gjethe që janë të konservuara dhe janë super cilësore. Pra, jo domosdoshmërisht mund të gjeni, se ndoshta s'gjeni të freskëta në treg, por doni të bëni japrak si ne. Japrak me gjethe rrushi e miell misri, na duhen gjethe rrushi 2 filxhan miell misri, 2 tufa qep të njoma, 2 tufa kopër, majdanoz, nenexhik, 1 filxhan vaj, krip edhe piper. Receta tjetër që do të sjellim është humus me qiqra, spinaq dhe tahini. Na duhen 2 filxhan qiqra, 1 tufë spinaq, gjysmë limoni, 2 lugë tahini, vaj ulliri, krip piper, për servirje, tortilla spinaq, moll karota. Dhe sultjanshin e shëndetshëm me hurma harabie do ta bëjmë 1 filxhan oriz, 1 litër qumësh, 10 hurma harabie, kanell, mjalt sipas dëshirës. Këto ishin recetat, ndërkohë që unë po ju thoja për ato gjethet e rrushit që mund t'i gjeni dhe të konservuara tek Neranzi, katin ai gjeti ne e kishim këtu në shtëpi, kështu që janë këto. Pra nëse ndodh që nuk i gjeni në treg të freskëta, i keni gati me të njëjtën mbushje që Katerina bëri pak më herët, thjesht do të duhet t'i ndani nga njëra tjetra, t'i palosni po njësoj dhe t'i vendosni sërish në të njëjtën mënyrë në një tenxhere me fund të thellë ose në një tigan tenxhere si ky joni, mbuluar me kapak e t'i lini të zihen. Kalojmë te kati tani të shohim çfarë bën. Atëherë të dashura ndisa, siç e shikoni, këtu kam hedhur 1 filxhan oriz dhe 1 filxhan ujë, të cilën e lam ujë të ftohtë. E lam, do me thënë që, që shikoni, është gati tani për të shtuar qumshtin dhe do ta shtoj në mënyrë graduale, jo të gjithin me një herë, sepse është i ftohtë, edhe po ta hedhim me një herë, ai forcohet orizi dhe bëhet kokriza. Kështu që do të hidhet në mënyrë graduale, duke e shtuar dhe duke e përzier, që të arrit temperaturën ja, një sekret që unë nuk e dija, unë ja hidhja të gjithim për shembull, siç e merrja nga frigorifere. Forcohet dhe kështu ajo tani bëhet, do me thënë, ajkoset. E kuptoj. Bëhet kremoze. E hedhim në këtë mënyrë, derisa ta hedhim të gjithë qumshin. Dhe do ta lëm pastaj dhe tani këtë e tutje duhet përzier her pas here. Sultjaçi nuk e lëm kështu në qetësi, sepse duhet që të përzihet për të bërë, do me thënë, në trajt kremoze. Unë nuk i përdor një seshte në këtë mënyrën që po e përgatis sot, por mundet të shtoni 1 ose 2 lugë një seshte të shkrirë në qumësht ose dhe në ujë dhe ja hidhni, do me thënë, që të bëhet në një trajt kremoze. Por në këtë mënyrë se si e bëj, unë s'ka nevojë. Unë e dua kështu ta shijoj vetë se me shijen e orizit, të qumshit, të hurmave që do të shtojmë mbrapa. Të cilat ato do t'i kalojmë në makinë në grirësi, me pak qumësht dhe do t'ja hedhim brenda në momentin e fundit. Ato do t'jenë, do me thënë, për të shtuar atë momentin përfundimtar do t'jetë ajo lidhëse, edhe sigurisht për të marrë edhe atë shijen e ëmbël. Aq sa duhet, jo më tepër shije të ëmbël, është e mjaftueshme. Është ajo që thash unë më mbrapa, nëse doni juve, mund të shtoni edhe nga një lugë të çajit mjalt për person. Por sigurisht që edhe kështu s'ka nevojë, do me thënë që të shtohet asnjë gjë. Okej. Tani do ta lëm dhe e përzier unë her pas here. Meqense tham nuk duhet ta lëm pa e përzier në temperaturë të ulët, mesatare tani, në një temperaturë mesatare duhet. Ndërkohë këtu kemi lënë edhe japrakët me miell misri që neve përgatitëm sot. Do të kalojmë në këtë procesin tjetër, do me thënë, tek humusi. Shumë e thjeshtë edhe kjo si recetë. E të marrim të lugën e pastër. Kjo është shumë e thjeshtë. Pasi kemi vendosur që në darkë që thamë në ujë, do t'i marrim pastaj, do t'i ziejmë dhe i kemi gati tani këtu për t'i kthyer në humus. Do të hedh gjysmën e sasisë, sepse është e vogël kjo dhe nuk merr më tepër. Është mjaftueshëm. Tani këtu do të shtojmë edhe ca gjethe spinaqi, po do të shtojmë pjesën, do me thënë, pa bishtat, pjesën jeshile, do me thënë.
Ta ullim pak temperaturën Anila të lutem, faleminderit. Dhe aty në 304, do me thënë, sa më të ulta, do me thënë të jenë temperaturat, kur gatuajmë gatësimin. Po e lësë, ajo ka marrë goxha. Ashtu, faleminderit Anila, shumë mirë. I kthehemi dhe orizit her pas here. Këtu, do të shtojmë lëng limoni. Do të shtojmë një 2 lugë tahin. Për të marrim një lugë tjetër. Në ekran shikoni recetën, e cila rikthehet her pas here, me përbërësit e asaj që jemi duke përgatitur tani. Humus me qiqra, spinaq dhe tahini. Po e vë këtu se s'ka problem. është limon, tahini, t'i shtojmë dhe pak vaj. Aty ke vaj ulliri, kri piper. Edhe kri piper. Edhe pse tahini ka yndyrë, por e ka të nevojshme pak. Mirë, vaj ulliri është ai, ekstra i virgjër, kështu që është i shëndetshëm. Edhe piper. Edhe asë një gjë tjetër, thjesht tani një përzierje. Do t'i grim tani. Dhe pjesën tjetër të përbërësve, si që keni të përcaktuar edhe në recet, është për servirjen. Se si, po da shohim. Qka, zdo, skap. E mirë me kështu, avash. Ashtu, ose është pak e trashë. Qiqrat kanë vetin që bëhen si pure kur grihen, edhe ato fletëzat e helikës ngecin nga pak. Mos duhet i shtojmë pak ujë? Duhet dymuar pak ajo, me diçka të lëngshme kam përshtypjen. Do shta vaj ose ujë, nuk e di ti e di më mirë sa unë. Jo, do t'i shtojmë pak vaj akoma, se s'kemi hedhur vaj. Okej. Edhe, mendoj se... Tani do eci, thua? Mendoj se do eci. Po, më ndryshe. Faktikisht në këto duen ato makinerit janë pak më të forta për këtë lloj procedure. Duhet të kthehet. Ta ndikmojmë edhe pak me këtë. Pse si shton edhe pak tahini? Do t'i shtojmë pak lëng tahini edhe pak... Se dhe ajo vjen... Edhe ndoshta edhe pak... Edhe po t'i shton... Tani s'ka nevoj. E pra? Ja, më ndryshe tani. Tja shtojmë këtë me qënë se ishte i lëngshëm. Më mirë pak nga pak gjërat ja shtojmë, se ndryshe na bëhet shumë e lëngshme, duke e kontrolluar, duke e parë. Mund t'i shtonim edhe spinaq, po me qënë se ishte vogël kjo dhe thash mos na blokoj, kështu që... Po, e kuptoj. Okej, tani jemi mirë. Kja dhe pak edhe ndjes të dashur Andisa, po janë ca procedura që duen bërë avash-avash. Mendoj se kemi gati, nuk ka nevojë do me thënë që të kthehet akoma më trajt kremoze. Okej, tani ç'do bëjmë me këtë masën që përgatitëm, na duhen këto pitet? Me këtë masën që përgatitëm, na duhen pitet, të cilat ato do t'i bëjmë edhe, do i grim mollë edhe... 52. Kemi të pa hapur besoj. Ta mbajmë këta këtu. Ta vendosim këtu të vëndi këtë. Edhe pitet të cilat do t'i kalojmë në një pjatë. Po më përpara se t'kalojmë në pjatë do t'pregatisim, do t'pastrojmë atë mollën që t'a grim mollë edhe spinaqet e kështu të bëhet si një traj sallate, ku do t'përdorim edhe
pak uthull, molle. Tani, ne do ta përdorim këtë masën e përgatitur për të mbushur pitet, apo pitet do t'i lëmë vetë dhe do vendosim? Edhe shiko, bëhet në dy mënyra, do me thënë, edhe mundet, do me thënë, që të vendosim tek pitet, ja kështu, do me thënë, të vendosim ku i kemi pitet në këtë mënyrë, edhe ta bëjmë të mbushur, do me thënë, si role. Kuptoj, po. Edhe në këtë mënyrë, sepse ky është një humus, si thua, i pasur, me vlera ushqimore, do me thënë, kemi hedhur brenda edhe tahinin, edhe limonin, edhe spinakin, do me thënë, është i plot. Qiqrat që këtu në këtë rast luan atë rolin e proteinës të filetos së pulës, për shembull, mund të përdorim fileto pule në vend të qiqrave, por kështu e sjellim në në mënyrë tjetër, edhe për të ndryshuar edhe shien. Atëherë hapim këto tortillat. E sjellim si një kaush, ose si një kaush, ose dhe këtë. Tani, për këto, ose i përdorin kështu si që janë, ose i ngrojnë në një tigan që nuk ngjit, i ngrojnë. Por edhe kështu mund t'i përdorim, sepse janë të gatshme këto, nuk ka nevojë, do me thënë që të... Nuk duhet të... s'kam se gatuhen, do me thënë, janë të pjekura, janë vetasht. Që thamë që mund t'a përdorim edhe në këtë mënyrë. Që mund të shtojmë të kullim pak të kapim me një. Okej. Prit si kemi një. Karotën edhe mollën do t'ja shtojmë gjithashtu. Të prera holl. Okej. Dhe goxha e shëndetshme duke të. Edhe ca gjethe të vogla, do me thënë spinaqi kështu si që janë. Në këtë mënyrë. Zgjerim ndonjë tjetër. Edhe ndonjë copës nga pjesa e mollës, që mollën mundet, do me thëmë, përveç se kështu, mundet të bëjmë edhe salat me mollë, si që me limon, me spinaq, me këto karotën, e sjellim si një... Ndërkohë që mund të shtojmë akoma edhe, sipas dëshirës, ara... Frutat të thata. Frutat të thata. I shkon shumë kësaj lloj sallate. Se më blodha në për këto. Edhe pak lëng limoni do t'i shtoj sipër që mos të... Sa e bukur doli? Me ngjyra. Edhe... Pra, në këtë mënyrë, duke e palosur, dhe këtë lloj, për ta servirur, e presim në mes. Kështu, dhe e servirim kështu. Dhe kështu të lumshin duart. Pra, i bëjmë në këtë mënyrë, do me thënë... Të lërojmë pak vënd dhe të merremi një qik me... Ky stëltjashi mua më duket se e ka kryer atë zjerjen e plot, ka filluar të krijoj këtë ajkën nga sipër, çka tregon se është pothuajse gati. Sigurisht, ka ende përbërës të tjerë për të shtuar. E tani do të merremi me të, pjatën e parë Anila, po, me qënëse a shumë. Tani për punë e salatës anvisat e din, do me thënë se si, thamë që mënyrën se si mund të përgatisim salatën, e lëjmë këtë neve, do me thënë që bëhet kjo mënyra me thjesht për mbushjen e këtyre piteve. Sa e bukur doli? Ja, kështu. Thjesht e bukur. Tani, nëse do kemi kohë, do të bëjmë edhe salatën. Pra, salata janë bashkimin të gjithave këtyre përbërësve, edhe përgatitur po merremi tani më mirë me... Tani do të merremi me syltjaqin. Edhe me japrakët që do duhet i vendosim në pjatë. A heqim këto, ta vendosim në një pjatë. Kri piper nuk na duhet më besoj.
Anila, do bësh një përsëritje ti të atyre recetave? Se çdo bësh të fshehura si meja? Çfarë plani ke? Do pastrojnë që këtu unë të bëj gati që të gri ato hurmat. Me pak qumësht. Se mund të të ndihmoj edhe unë për ndonjë gjë që të fitojmë kohë, se diku te 2-3 minuta kemi. Do të bëj ndonjë gjë. Për shembull, ja do t'jap këtë që të heqim nga farat. Se në qumësht, edhe do t'i hedhim brenda dhe do ta kemi gati. ti duhet të pastrosh atë në ndërkohë, në rregull, mirë atëherë. Thjesht i ndaj në mesu, nuk më duan t'i bëj të bukura. Jo, nuk është për të bukura. Okej, mirë. Të marrim këtë. Këtë jemi në rregull besoj me japrakët, ne? Ti shohim një herë apo? Ne do t'i grim ato Anila, që s'ka nevojë. Po, e kuptova, thjesht i heq farat. Thjesht i heqim farat hurmëve. Kjo s'kishte, apo kishte dhe se pa shumë. Ja, s'kishte. Sa copë na duen? Sa kokra? Sa hurma do? Bëj një 4-5 tani dhe ti hedhim këtu direkt brenda. 4 i bëra unë po. Ja, po i bëjmë 5. Që ta bëjmë pak të mbolë, se nuk i kemi shtuar sheqer, kështu që... Jo, sheqer nuk i shtuam. Thamë që do ta bëjmë me fruta, fruktozë. Shikoje, mjaftojnë këtë? Do më. Jo, veç se të lutem, a jep që t'i presim që të ndihmojmë se... Po vetë më the, nuk ka nevojë t'i presër se do t'i kalojmë në... Ashtu të thashë? Ashtu më the, ashtu. Mirë, ha pak të qumësht tjetër, që t'i hedhim pak edhe nga ky qumësht tjetër. Çfarë doje? Qumësht. Qumësht, po. Ta ham, është mbyllur ai. Është i mbyllur. Është i mbyllur fare. Na delin këto gjërat për në fund nek shumë e katis, na del kur koha të gatuajmë sa do që... Bërëm një çik më tepër, more, prandaj. Pra, pse bëm kështu na? Kjo është e keqja. Dëshira për të bërë shumë gjëra. Ja, për të bërë këtë, se nga që më pëlqente si recet kjo, dhe thash që hajde për të. Mirë se ja drejt përfundimit jemi. Ti është servirje duan ato tani. Nëse do t'i shërbej unë japrakët, më thuaj dhe t'i bëj unë. Po, ku t'i vë? Besimi në maksimum. Dua një pjatë të sheshtë ato, apo... Edhe... Shiko mua. Edhe aty mund t'i vëm 3-4 copë. Ma jetë se merem unë. Ashtu. Juve shikoni sutjashin, unë po merem me japrakët. Mundet ta... Na falni, se jemi në fund dhe kur ne jemi në fund me dëshirën për t'i mbaruar të gjitha. Kam atë lugën ati, Anila. Këtë të madhe, për çfarë të? Jo, që të marrësh, apo do marrësh një të vogël që ti marrësh. Po ç'keti me mua e zgjidh vetën, merru me sutjashin ti. Shqyqy që më lë punë për të bërë se po mbas me jedhje. Këtë ma vore, kështu për ta vënë në sipër? Po. Që ta kesh gati. Okej. Eq. Tani ju mua mos më shihni se dhe mund të digjem. Kështu që me unë me Katerinën. Jo, mo shikoni se... Eq me gjeti kjo sot. Prap ngeci ajo? Ngeci, prap. Nuk dashka. Okej. Mirë, lezetshëm po del kjo. Ta ploj pak ti. Opa. Ashtu, e përfunduam. Të paktën e grim mirë këto. Kjo është kryesorja. Se bëm pak rëmuj, po s'ka gjë. Guzhina i pranon rëmujën. Tani, ja, kjo është... Ta vëm dhe një. Pasi hedhim edhe hurma, do ta lëm pak, do me thënë, që të lidhet edhe të shijojmë të, dhe pastaj e kemi gati për ta serviru. Jo, se nuk ma pëlqen Katerina po ta bëj kështu, jo? Kaq po vë, mjaftu shumë mirë pas ke bërë. Shumë mirë, të lumshin duart. Të lumshin të duart? Ase, me thënë, se vë në dyshim unë atë zgjedhjen tënde, nërkohë shikoj këtu se kam edhe kanel të ti hedhe dhe kanel. Se ka të mirë të lëngun që ne mos ja përdorim. Atëherë. Fikim dhe këtë. Atëherë. Ja, mos e kemi këtu kanelën.
se kemi mbledh të gjitha veç si një luk. Gati, s'kemi ko fare, moj. E mbarovëm. Mbaruam, thua? Thjesht ta servirim edhe këtë edhe... Duhet... Janë të shërbim edhe këtë, së t'jashin edhe ikëm. Se kemi hyrë në kohën e reklamave, por në pës një pakës fare, se i bëm që i bëm, të mos ju lëm për t'i parë të gjitha në Balkan Web. Shikojni. Pritani la veç se këtu të lutem një, është dhe unë t'jedh kanela. Aty, falenderit. Të lutem. Aty jedhim dhe kanela. E të thash që në fillim shumë kishim sot, po jo, do t'i bëjmë the. Ja kështu. Tani prap mu bë muar e ferru. Tu bë prap, unë kefshi do t'i kam duart me piper, po s'ka gjë se kanela, është bukur në gjana jo. Atere, 1, 2, 3, si që shini, këto janë recetat e kësaj dite të hëm, të lumë shinduar të kati. Faleminderit e dashur, joti është më e bukur. Janë të gjitha të tua, në pak unë ato do ha. E ke serviru shumë bukur. Të lumë shinduar. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë të emision çdo ditë bashkë. E shikon që kur them që pati unë nuk bëj dot këtu. Pa bën që ç'ke me të ditë për mua. Këto ishin recetat e Stahanas. Nesër gjëra të tjera, plot shije, plot ide si gjithmonë nga këndi i negatimit me Katerinën, kështu që po të lëka unë të ndahesh me zonjat e tua. Faleminderit të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur në vazhdim dhe miru takoshim nesër këtu me Anilën time. Shikoni dorën. Nesër jemi këtu, do gatuajmë prap. Sjellin një gjë më të bukur. Ashtu va. Tani kemi pak publicitet, takojmë pas pak me të ftuarit.